pari. Së dyti, pse nuk është bërë asnjë matje në nivelin e ndotjes, në zonën e kombinatit, në zonën e sharrët, në zonën e Ysberishit, po janë bërë të gjitha nëpër zona të tjera të cilat janë zona rrethuese. Dhe për sa i përket zonës së Tegut, gjithashtu personat që shkojnë dhe marrin vila nga Tegu, sërish nuk është një zonë e pastër në Tiranë, ka dalë një zonë shumë problematike për sa i përket ndotjes. E gjithë Tirana është e kontaminuar. Dhe ky kontaminim do t'japi efekte reale, do t'japi efekte të drejtë për drejta në shëndetin e njerëzve, sepse në fund fare po helmojnë fëmijët, në fund fare po helmojnë njerëzit. Dhe kush do të mbaj përgjegjësi, sepse Erioni kur erdhi në fillim 2015-ën, erdhi me idenë do bëj pyllin orbital, do bëjmë 1 milion pemë, do mbjellim këtë, nuk do ndërtohen pulla, të gjitha mashtrime. Dhe sot ne po vuajmë pasojat e keqeverisjes së Partisë Socialiste në këto 12 vitet e fundit, por nuk janë vetëm 12 vitet e fundit, nga 2001-shi deri tani në 25 vitet e fundit, 21 vite që kanë drejtuar Bashkinë e Tiranës, dhe jemi në një kaos mjedisor, jemi në një prag emergjence. Unë mendoj që tashmë jemi në një emergjencë, por shumë shpejt ne do ta shikojmë të reflektuar në mënyrë të drejtë për drejtë në shëndetin e njerëzve. Dhe e dini se çfarë shkruante raporti për sa i përket masave të cilat duhen marrë. Po. Thonin duhet bëjmë reduktim të trafikut, do thosë se nuk e dim ne që duhet të reduktohet trafiku. Po, prandaj po thosha që është tjetra, duhet bizneset e reja dhe bizneset e vogla, të gjitha këto punishtet që hapen, duhet të kenë filtra për pastrimin dhe mos të ndikojnë në mjedis. Ndërkohë që ty po ndërtohen kulla, në zonën e 15 kam qenë dje dhe jam duke përgatitur një raport në lidhje me çfarë ka ndodhur me banesat e rindërtimit. A dini që veu i cili është gërmuar për të ndërtuar këto pallate as nuk kanë marrë mundimin që t'i çojnë tek vendi përkatës, po i kanë lënë si pirë që janë bërë si male të vogla mes pallateve nga veu që është gërmuar që është bërë pallati. Pra kush do të mbajë përgjegjësi për këto gjëra? Dhe është gjë tjetër, shiko, unë zoti Parrusa, unë mendoj lekët shkojnë dhe vinë. Është e vërtet jemi të vjedhur në ekstrem. Por shëndeti nuk të vjen më. Po, me shëndetin nuk mund luaj asnjëherë. Po, nuk dikush e fal shëndetin për një çështje tjetër, partie politike apo lekësh apo. Po ka njerëz që po vidhen dhe nuk e vrasin mendjen fare. As nuk e merr njeri mundimin që dalin, pra ka njerëz që nuk e marrin mundimin dalin nëpër protesta, ndërkohë që po vidhen çdo ditë. Por nga krahu tjetër jemi duke u helmuar çdo ditë. Cili do të jetë reagimi qytetar për këtë gjë? Sepse ata persona që e kanë drejtuar bashkinë këto 12 vitet e fundit, që ka dhënë miliona metra katror ndërtim në këtë qytet, duhet mbajnë përgjegjësi. Sepse për aq kohë sa ne kemi zgjedhur që ndërtojmë të ardhmen tonë këtu, të rrisim fëmijët tanë këtu, ta shikojmë të ardhmen dhe të plakemi në këtë qytet, ore për çfarë pleqërie do diskutojmë, ndërkohë që ne nuk e dimë se si do të shkojë kjo punë. Ndërkohë që ne kemi vetëm normën e plumbit, e kemi 7 herë më të lartë, që kishte dhe lidhje direkte në fertilitetin e të rinjve. Po sterilizojmë çunat edhe gocat në Tiranë. Pse? Për shkak të keqeverisjes së një grupi njerëzish që e kanë parë këtë qytet për ta zhvatur dhe për ta përdorur vetëm për interesat e tyre personale dhe jo në interes. Po, dhe vazhdohet në këtë mënyrë. Edhe ata këtu jetojnë, kështu që dhe ata do t'i vuajnë pasojat e kësaj gjelle që kanë gatuar. Si puna është tani që jemi të gjithë bashkë në këtë, dhe me sa kuptoj unë edhe zgjidhja është e kufizuar, sepse thuash, okay, që do kufizojmë trafikun e makinave dhe okay, ju të gjithë vini filtra tani në për fabrika, çfarë keni. Po çfarë do bëjmë tjetër? Apo diskutojmë ndërkohë për transportin publik, çfarë do bëhet që si ta kompensojmë këtë? Do shkojmë te bicikleta, se unë ja bicikletës, po unë ja bicikletës qytet, po this tymin e gjithë makinave të tjera, këtu duhet një zgjidhje që ta mendoj të gjithë qytetin se si do të shkojë, jo vetëm të vëmë një rregull dhe t'i lëmë gjithë problemet e tjera, që janë gjitha ndërtimet, planifikimi, menaxhimi mbetjeve, i ujërave, e i gjithë të tjerave.